pas këtij incidenti të rëndë, Jozi u shoqërua nga policia dhe pasi u morë në pyetje nga hetuesit policor, ai u la i lirë në orën 5. Sipas ligjit ton penal, duhet keni parasysh që rraja dhe dëmtimet të tjera me dashje, të cilat nuk kanë të bëjnë me paftësi nëntditore, normalisht shoqërohen me një dënim ekstrem, do thoja, pra është një kundravajtje penale, dënim ekstrem, pra gjob mund të jetë në rastin konkret. Policia thjesht bëri vetëm shoqërimin nga pikpamja procedurale, sepse është e detyruar kur thirret të marrë personin dhe ta çojë në komisariat të bëjë verifikimin e personit, të marrë një deklarat dhe oficeri policisë gjyqësore në momentin e ngjarjes mban një proces verbal, atë proces verbal e dërgon brenda 10 ditëve në prokurorinë prokurorinë e zonës, pra rrethit, dhe ajo prokurori do të shpalli mosfillimin për arsye se vepra penale ndiqet nga vetë person që është viktim. Pra, gjesti është viktim akuzuese, që ai duhet të marrë atributet të provoj përpara gjykatës se në rast se personi ka kryer këtë vepër penale kërkon dënimin e tij dhe normalisht procedura ndiqet vetëm nga viktima akuzuese, i bën kërkesë gjykatës dhe gjykata merr provat që paraqet viktima akuzuese dhe thjesht prokurori merr pjesë në proces duke thënë personi për mendimin e tij është i fajshëm apo i pafajshëm. Pra, procedura ka qenë edhe nga ana policisë shumë normale, edhe nga ana e prokurorisë që do të jetë shpallja e mosfillimit të procedimit. Avokat, nëse gjesti e ndjek në mënyrë ligjore pasi të dalë nga Big Brother, sa rrezikon Jozi? Është një dënim, është një dënim e gjobë, nuk është se ka një paftësi mbi 9 ditë që mund të shkojë deri në 6 muaj. Pra, kemi të bëjmë thjesht vetëm me një goditje, një shpull, një grush që nuk i shkaktoi një dëm të madh. Por nga aspekti civil, pasi të dënohet personi, mundet të kërkojë gjesti një dëmshpërblim për dëmin e shkaktuar në sy të publikut për cenimin e integritetit dhe reputacionit të tij në publik. Por është proces tjetër, pra duhet përpara të ndiqet ana penale, të dënohet personi, të marrë vendin formës prerë dhe të në procesin civil të kërkojë për dëmin e shkaktuar në sy të publikut, sepse shpulla, goditja dhe çdo gjë që është bërë në kuptimin pa konsensus nga pala tjetër, pra duke qenë se mund të ishte një shaka me thënjza, nuk është një problem penal apo civil, sepse njëri tjetrit e shtyn apo bën diçka, por në rastin konkret kemi të bëjmë me një dëm të integritetit fizik, reputacionit, cenimin e nderit dhe gjitha këto, normalisht që gjesti mund të drejtojë gjykatës edhe civile të kërkojë dëmin e shkaktuar nga kjo sjellje e cila nuk është sjellje njerëzore, por është sjellje, do thoya si dhe shumë e tmerrshme nga një person i cili brenda një loje tregonte një fytyrë tjetër, se kur ishte Angel, por në kuptimin asaj që pam, ishte një djalë i cili ishte thjesht nga bukuria e tij me thënjza. Pra këtë është edhe për disa vajza që mendojnë se bukuria e jashtme përcjell edhe njeriu e mirë. Pra, për shembull, nuk është paraqitja e jashtme, ky është mesazh për vajzat. Edhe për shumë njerëz. Pra, nuk është paraqitja e jashtme që të bën ty njeri serioz dhe nuk është që të bën njeri të mirë. Zemra me paraqitje nuk ka asnjë lidhje. Prandaj, ky është një mesazh për vajzat e reja që të kuptojnë çfarë marrin, kë marrin dhe si marrin për jetën e tyre. Avokat, Jozi edhe njerë u largua më parë me zarf të zi nga Big Brother për shkak të ofendimeve që bëri ndaj gjestit duke quajtur birshkije. A duhet të ishte rikthyer përsëri në Big Brother? Jo. Një serb që godet një kosovar në sy të shqiptarëve nuk duhet të ishte kthyer kurrë në Big Brother. Kjo është çështje e brendshme e institucionit që ka lejuar të futet një person i tillë. Avokat, ju folët pak për sjelljen e Loredanës. Po themi vajzës me të cilën ajo kishte një lidhje me Jozin. Mendoni që
kjo ngjarje, po themi, duhet të jetë dhe një reflektim për shoqërinë lidhur me, Patjetër. po themi që duhet kemi më shumë kujdes që vajzat ta njohin më shumë një personazh dhe pastaj ndoshta edhe të lidhin jetën e tyre. Po, sidomos për vajzat, për gratë në të tërësi, duhet të jap një këshill që duhet kemi kujdes absolut nga meshkujt të cilët hiqen sikur janë garipa, hiqen sikur janë të fortët e lagjës, në fund fare ku përballen përpara drejtësisë e gjyqësorit, i shikojmë ne avokatët se si sillen që të dalin nga burgu. Mesazhi im për vajzat është që keni kujdes sepse jo çfarë shkëlqen është flori, pra flori ose diamant ose diçka tjetër, se mund të dali si rasti i djershëm. Prandaj duhet keni parasysh që dhunuesi asnjëherë në rastin e parë nuk do ju duket dhunues, do duket një person sikur është viktimë e dashurisë tuaj dhe ju jeni autorja e cila e çoni ku do qefi ju, por normalisht ai pas një kohe të caktuar do shfaqet fytyrën e vërtet dhe do të jetë më i egër, jo në aspektin e dhunës fizike, po më i egër në aspektin e kontrollit. Pra aty ku shkojë në shkollë do të thojë s'ka pse të shkosh në shkollë kur unë jam pa shkollë, aty ku ti dilje me kafe me shoqë do të thotë shkuptin ka shoqëria kur jetën po ta bëjmë bashkë, aty kur ti kishe një jetë akoma sociale, ai do të bëj ty atë që themi si ta them, një rast më ekstrem do të bëj që ti të në mendimin e tij të jesh një person i cili të jesh shërbëtori ose shërbëtorja e tij nga mjesi deri në darkë dhe në fund fare do të thotë që ti jetën e ke në shtëpinë time dhe nuk e ke përtej shtëpisë time, do të thojë një shprehje tjetër, po nuk më lejohet për shkak se nuk dua ta ul vet nivelin, e kupton? Por ata të cilët e dëgjojnë do ta kuptojnë qartazi që mund të jemi edhe në këtë situatë që vajzat bien viktimë të këtyre me thënjza bukuroshave të cilët kanë atë lezetin që kanë atë gariplikun e cilës nuk është gariplik. Unë di që garip është ai i cili nuk shfaqet dhe ai është më garip edhe më trim se ata të shfaqen nga bukuria ose nga veprimet të cilat i bëjnë thjesht sa për me treguar sikur janë, por në realitet janë zero me xhufk. Avokat, si u duk menaxhimi që bëri topi kësaj situate dhe a mund të ishte shmangur ky veprim? Nuk ishte shmangur, sepse edhe unë u çudita, edhe drejtuesi i emisionit u çudit, edhe të gjithë njerëzit të cilët ishin aty janë çuditur dhe madje ajo që na çuditi dhe më shumë është që nga jashtë që janë ato që rrethojnë Big Brotherin, nuk u fut asnjëri direkt brenda për të dhënë ndihmë. Pra, të gjithë ishin me befasi, çdo njeri që e ka parë ka qenë në befasi dhe normalisht televizion nuk mba përgjegjësi se një psikopat bën një veprim psikopati.